Ditën e sotme ka qenë i ftuar në emisionin Shqipëria Live eksperti i IT-s Tomi Kallanxhi, i cili ka folur për numrin e ndjekësve në Instagram të banorëve të Big Brother VIP 4. Ai sqaroi se mund të ndodhë që personazhet e njohur të blejnë ndjekës, por ka raste edhe kur ua blejnë fansat apo ndonjë keqbërës. Nuk rriten përdoruesit me shifra aq të mëdha, është shumë e vështirë të rritet me 200.000 apo 300.000 ndjekës në një ditë, tha eksperti i IT-s. Në cilat raste ndodh të kesh vërtet një lloj bumi në atë kurbën e ndjekësve, pyeti moderatorja e njohur Sidorella Gjoni. Kallanxhi mori shembullin e prezantuesit të njohur italian Carlo Conti kur mori prezantimin e parë të Sanremos. Carlo Conti mbaj mend kur mori prezantimin e parë të Sanremos, brenda natës së parë ai kishte 0 ndjekës në Instagram dhe shkoi mbi 500.000 ndjekës. Po flasim për një shtet si Italia që ka 60 milion banor, tha ai. Teksa u pyet se kush kërkohet më shumë në Google, Egli apo Gjesti, Kallanxhi bëri kërkimin live dhe zbuloi. Po bëj atë të 30 ditëve të fundit. Egli është shumë mirë në Vlorë dhe Berat, kurse në të gjithë qytetet e tjera është Gjesti.